Jemi në Hotel Palace në Durrës dhe unë sot do doja të flisnim dhe të punonim pak për muskujt e barkut. T'ju tregoj një multiplex setesh për muskujt e barkut. Atëherë, muskujt e barkut, si fillim, pra për njerëzit që nuk janë të përgatitur, të cilët janë në fillimet e tyre për krimin e bazës muskulare në bark, duhet të punojnë një herë në tapet. Pra, nuk mund të kalojnë dot në vegla për të punuar për barkun, ose, më mirë, më shkurt, nuk duhet të kalojnë të punojnë barkun pa hequr masën vijamore. Nuk flasim totalisht, sepse mund të punoni ndërkohë që ju keni pak fet, ato janë të dukshme pjesët e fetit të tepruara, dhe ato që e shikojnë veten që kanë fare pak fet në bark, mund të fillojnë t'i punojnë, sepse ato ruajnë memorien e tyre brenda. Jemi të shtrirë dhe do doja që të merrnim si ves, që të bëjmë një stretch të muskujve të barkut. Kthehemi me kuriz, pra jemi me fytyrë nga toka, zjasim qafën, tërhiqemi. Qëndrojmë derisa ne të ndjejmë një zjatje në pjesën abdominale të trupit ton. Kalojmë përpara. Jemi të shtrirë në tokë. Besoj keni parë puntatat më përpara që kam thënë, muskujt e barkut kërkojnë pjesën e kraharorit të ngritur drejt dhe jo një përthyerje mbytëse, e cila na merr frymën. Kalojmë abdominalet, bëjmë një ngroje, i kalojmë duart para, pas, pra, si një levë rrotulluese. Jemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anash, jemi në krahun e majtë, vazhdojmë. Unë humba sensin e numërimit. 8, kalojmë në anën tjetër. Besoj e ndjeni ngrojen e muskujve abdominal. Kalojmë me ushtrimet përkatëse. Pjesën e sipërme kemi thënë që e bëjmë duke u zgjatur përpara. Kemi ngritje dhe duart përpara fytyre. Ky është ushtrimi i parë që ju duhet ta nisni masën abdominale kur e punoni. Ushtrimi i dytë për masën e mesme të abdominaleve, kemi ushtrimet me qëndrim pas koke, dy këmbë të ngritura. Kemi ngritje lart, pra hidhemi lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjo është për masën e mesit të abdominaleve. Këto ushtrime ju mund t'i përsërisni 2 deri në 4 herë. Kapim majat e gishtave duke u hedhur lart. Pra, 1, 2, jemi gjithmonë drejt majave të gishtave të këmbëve. Mundoni që këmbët mos t'i lëvizni për t'i ulur poshtë. Pra, mbani në tension pjesën e mesit të abdominaleve. Ushtrimi tjetër i lidhur përsëri me kapjen e majave të gishtave është ai i hapjes së duarve, kemi thënë. Pra, jemi në lëvizje të supeve. Ky është ushtrimi pasues i multiplex të abdominaleve. Kalojmë në pjesën e poshtme dhe që kap në total pjesën e abdominaleve në tërgjatësinë e tyre, por e fokusuar në abdominalin e fundit, në atë më të vështirën. Atëherë jemi në mbledhje të këmbëve dhe në drejtim të tyre, por pa i ulur këmbët në tokë. Pra, qëndrojmë dhe i mbledhim. Qëndrojmë pa lëvizur pjesën e sipërme të trupit dhe kemi vetëm lëvizje të këmbëve. 1, 2 i mbledhim, 3 i zjasim, 4 i mbledhim. Pra, është e dukshme që këmbët nuk ulen në tokë. Kemi një zjatje të pjesës së barkut. Pas këtij ushtrimi vijon lëvizja mekanike e këmbëve në mënyrë vertikale.
Pra, I lëvizim në formë stepi. Step 1, 2. Pra, kemi lëvizje të hapave në ajër. Pas kësaj, vim në ushtrimin. Në hapje ansore. Kemi hapjet ansore duke mbajtur majën e gishtit të tendosur drejt dhe jo të zgjatur nga para. Pra, kemi një tendosje të plotë të pjesës së këmbës, e cila na tendos pjesën e quadricepsit dhe tërheq pjesën e përparme të barkut, pra pjesën fundore të barkut. Vazhdojmë, lëvizim. Tendosni këmbët dhe do ndjeni një djegje në pjesën fundore të barkut. Kjo është lëvizja pasuese e barkut. Pas kësaj kemi lëvizjen tjetër pasuese. Kemi ngritje të plotë dhe ulje. Ngritje dhe ulje. Kush ka vështirësi për t'i bërë, duhet patjetër që të vendosi duart poshtë gluteosit dhe ndihmohet nëpërmjet brylave duke bërë uljen dhe ngritjen. Dhe muskuli i barkut qëndron prapë në tension dhe punohet. Pra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjo është lëvizja. Kemi shkrimin në ajër. Është një ushtrim i bukur, I cili përdoret dhe për gratë 7 zëna kur shkruajnë emrin e bebit të tyre që I kanë vendosur në ajër. Ju e dini që ka programe të posaçme për gratë 7 zëna, të cilat duhet të punojnë për pjesën e abdominaleve të poshtme për t'i forcuar ato që gjatë lindjes të kenë masë muskulare për të lindur kollaj. Unë do ju atërgoj në një puntat speciale për to. Kemi shkrimin në ajër, ne do bëjmë numrat. Do shkruajmë 0, do shkruajmë 1, do shkruajmë 2, dhe këmbët nuk ulen në tokë. 3, pas 3 vjen 4. Kemi 5, shkruajmë 6, shkruajmë dhe 7, 8, 9, 10, e kështu me radhë. Pas kësaj, pa I ullur këmbët në tokë, vazhdojmë mbledhim këmbët në formë biciklete përpara. Dhe pa ullur, përsëri I mbledhim dhe I zgjasim përpara. Dhe ky është ushtrim që na kap muskujt e barkut në tërësi. Pra, kaluam nga muskuli fundit dhe I kapim të gjithë muskujt që ne sapo punuam me një set 20-sh. Kemi dhe ansoret, përsëri nga një anë në një tjetër. Zjatemi, më falni. Zjatemi, kthehemi pas dhe bëjmë një zjatje të muskujve të këmbëve. Punojmë ansoret e abdominaleve. Vazhdojmë përsëri me një multiplex setesh. Për ngrohjen e tyre, ushtrimi bazë është ai I palosjes së njërës këmbë mbi tjetrën, kalojmë një dorë, e kalojmë pas koke dhe bashkojmë brylin me gjurin. Vazhdojmë. Pra, ky është ushtrimi I parë me cilin e duhet ta nisim, duke I ngrohur ato dhe nuk I tensionojmë, nuk I lodhim me këtë ushtrim. Është një ushtrim që I kap në tërësi, por jo I lodhshëm dhe nuk I kontrakton ato. Vazhdojmë. Ky ushtrim bëhet 20 herë. Mund të kaloni 15 në një krah, 15 në tjetrin, ose 20 në një krah dhe 20 në tjetrin. Ushtrimi tjetër është kryqëzimi I këmbëve në formë të tillë dhe e hapim njërën këmbë duke tendosur pjesën ansore, pjesët ansore që preken, janë këto, dhe kalojmë me dy duar, hidhemi përpara. Nuk duhet të qëndroni totalisht në anë, sepse ju nuk kapni vizën ancore që ju pëlqeni. Pra, abdominalit për të krijuar pjesën e çarjes, pjesën e vizuar, duhet të qëndroni në një kënd. Qëndrojmë dhe hidhemi.
Pra, hidhemi. Ky është një ushtrim me të cilin do ndjeni tension në pjesën fundore dhe jo në atët të sipërme. Për pjesën e sipërme do ju a tregoj pak më vonë sepse punohet me pesh për të punuar pjesën e sipërme. Kjo është vetëm për pjesën e poshtme. E njëra gjë është dhe në krahun tjetër. Ushtrimi tjetër pasues është ai i qëndrimit me dorë, ngrihemi dhe lëvizim me amplitudë të vogël. Pra, kemi lëvizjen e pjesës së sipërme vetëm në amplitudë 5 cm në ngritje. Pra, kjo është lëvizja. Ato ju mund ta bëni dhe të mbështetur në bryl të bazuar, pra, meqense nuk rrini dot në një dorë. Kjo është lëvizja, mund të ngriheni më shumë dhe më pak. Ushtrimi tjetër, dhe po e mbyll sepse ushtrimi ka pafund, është qëndroni të mbështetur, dora pas, dhe ngrini të dyja pjesët e trupit. Pa ndalim, pra, mos bëni lëvizjen dhe të ndaloni, mos u ulni, krijojini tension. Jepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjo ishte ushtrimi i fundit. Për ta mbyllur prancoret e sipërme, mos harroni të bëni dhe ushtrimin me hedhje. Kemi kalimin nga njëra këmbë, zgjatje lart në këmbën tjetër. Pra kemi zgjatje në këmbën tjetër. Me këtë ushtrim formohet muskuli abdominal anësor i sipërm. E mbyllim për sot, besoj isha e qartë. Në qoftë se ju doni t'i rikujtoni këtë ushtrime, mund të klikoni në YouTube Good Morning Fitness dhe të gjeni pjesën kur unë punoj multiplex set abdominale. Ju uroj një ditë të këndshme. Mirupafshim.